janë një seri dënimesh të dhëna në emër të ligjit dhe për ligjin, por ka asnjë lloj qëndrimi dhe vetëm mbrojtje për Irena Ramën me mbiemrin e saj të ri, se tani e tutje ajo do quhet Irena Gjoka Maneku Rama e me radhë. Këto ishin çështjet. Zoti Berisha, ndërkohë Ministra e Shëndetësisë një ditë më parë pranoi që pas datës 20 të çdo muaji nuk do të mund të kryhen më analizat për pacientët për shkak të mungesës së fondeve, duke faktuar dështimin e një tjetër koncencioni aty për laboratorët. Cili është qëndrimi juaj lidhur me këtë? Ministra e cila ka marrë detyrën për këtë çështje, unë e përgëzoj për deklaratën që ka bërë, ka thënë të vërtetën. Parati ka vjedhë dhe Edi Rama me Ilir Beqen dhe me atë tjetrën Manasërliu, janë përgjegjës kryesor, nuk ka ndodhur kur, ndonjëherë, herë e parë që ndodh në historinë e këtij vendi, që shteti, që spitali më i madh i vendit mos u përgjigjet qytetarëve me analizat të cilat i kanë pas të garantuara. Kjo është rezultat i vjedhjes së fondeve nga muratori Edi Ramës, a ju kujtohet apo jo? Muratori që erdhi kishte 2 vetë në kompani, që u bë dhe pronar i laboratorit më modern, një laborator i blerë me aparaturat absolute më moderne, me një ekip profesionistësh të aftë të shkallës më të lartë, që punonin në atë laborator të spitalit dhe që të gjithë u larguan kur muratori Edi Ramës mori përsipër analizat dhe tani kanë vjedhë së bashku, është Edi Rama autori kryesor. Ajo ka thënë atë gjeni sepse kontrata ka qenë kontratë kryekput korruptive, të merësisht korruptive, dhe ka dëmtuar thellë interesat e smurëve dhe publiku shqiptar. Zoti Berisha, dje paralajmëruat protesta të fuqishme. Si do të jenë